Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos ka vlerësuar përpjekjet e qeverisë shqiptare për integrimin sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së saj përpara konferencës ndërqeveritare me malin e zi në Bruksel, komisionerja foli për progresin që disa prej vendeve kandidate kanë bërë në vitin e fundit. Katër qejone preferuar ka bërë hapa të mëdhenj dhe unë jam shumë e lumtur që vendet anëtare i njohin përpjekjet e tyre. Shqipëria ka hapur të gjithë grup kapitujt në vetëm 13 muaj. Kjo është një provë e fortë që leadershipi po bën çdo gjë që është e mundur për procesin e pranimit dhe sigurisht një provë e fortë që qeveria po bën më të mirën për popullin e saj. Më shumë se 90% e shqiptarëve e mbështesin procesin e zgjerimit. Vendi ynë aspiron mbylljen e të gjithë grup kapitujve deri në fund të vitit 2027 dhe antarësimin me të drejta të plota në blok brenda vitit 2030. Sipas progresit të bërë, Shqipëria pritet të jetë vendi i radhës që do t'i bashkohet bllokut pas malit të zi, i cili mbylli këtë të martë 5 grup kapitujt e radhës. Moldavia dhe Ukraina janë gjithashtu dy nga kandidatet aspirante për t'u bashkuar Unionit në vitet e ardhshme.